Aksidentohet eskorta e kryeministrit Berisha. Përpasoj 2 punonjës policie, njëri drejtuesi mjetit, janë plagosur dhe po trajtohen në spitalin ushtarak jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ndodhi rreth orës 14:45 minuta të së dielës. Kryeministri po udhtonte nga një aktivitet në komunën Petrel të Tiranës drejt aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza. Por në aksin e ri nga mbikalimi Kashari drejt Rinasit, makina e policisë ka devijuar rrugën dhe është përplasur me këtë mjet tip Ford i dëmtuar lehtë. Dëmtimet më të rënda i psoi drejtuesi mjetit policisë që përfundoi disa metra në tokën përbërë rrugës. Kryeministri Berisha ndodhej në automjetin me targa shtetërore në momentin e aksidentit. Sapo kanë marrë njoftimin, 10 forca policie kanë mbritur në vendngjarje dhe nisën hetimet për të zbardhur motivet e aksidentit. Paraprakisht dyshohet se shkak i përplasjes së 2 mjeteve ishte një devijim i gabuar. Mësohet se udhëtimi i kryeministrit ka vazhduar krejt normalisht për në aeroport dhe më pas në Norvegji.